Gjykimi për vrasjet mizore serike të tij kishte nisur, por ai mbante syt në tavan. Kështu kishte vazhduar edhe kur gjykatësia e pyet për tu deklaruar nëse ndjen fajësi për vepra që i ngarkoheshin. Për shkak se ai nuk dha asnjë përgjigje dhe bëri që edhe avokati i tij të tërhiqej nga mbrojtja, gjykata themelore e Kumanovës e shtyu seancën e parë ndaj 25-vjeçarit Trajko Bojkovski nga Starona Goriçani, i cili akuzohet për një seri veprash të rënda penale, duke përfshirë 5 vrasje dhe 2 tentativa për vrasje. Sipas akuzës së prokurorisë, vrasja e parë dyshohet të jetë kryer nga ai mes 5 dhe 6 janarit të vitit 2025 në fshatin Kleqoft, ku i akuzuari ka vrarë një grua të moshuar në shtëpinë e saj. Në periudhën mes 5 dhe 7 qershorit të vitit 2025 në fshatin Dragomanc, në mënyrë të ngjashme mori jetën edhe një gruaje tjetër, ndërsa më 22 korrik të vitit 2025 në fshatin Qellopek ka tentuar të vrasë një grua, por është arratisur pasi ajo ka filluar të therrasë djalin e saj. Por ky rast nuk e ka zmbrapsur që ai të ndalojë veprimtarinë e tij të errët. Mes datave 17 dhe 18 janar të vitit 2026 në Nagoriçan të vjetër, ai ka vrarë një grua tjetër, ndërsa mes datave 5 dhe 6 shkurt të vitit 2026 në Qellopek ka privuar nga jeta edhe një grua tjetër të moshuar, ndërsa rasti i fundit sipas prokurorisë daton më 9 shkurt të vitit 2026, ku në Qellopek ka tentuar sërish të marrë një gruaje, por ka hequr dorë dhe është arratisur pasi ka dëgjuar një zhurmë. Sipas prokurorisë, për shkak se me vedi e ka marrë jetën disa grave, sipas nenit 123 paragrafit 3 të kodit penal, ai rrezikohet të dënohet me burg nga 10 vite deri në burg të përjetshëm. Hetimi për të sipas prokurorisë kishte treguar se ai kishte bërë llogaritje kur ka kryer vrasjet dhe sa ato i kishte bërë nga urrëtia ndaj grave.